39 vjeçari Bujar Sefa alias Xhaka është arrestuar në Dubai pas një kohë të gjatë rrje. Sefa ishte në kërkim nga SPAK si pjesë e grupit të rajave që u godit në dhjetor 2020 pasi dyshohet se kishte trafikuar të paktën 2.4 ton marijuane e kokain nga Shqipëria drejt Bashkimit Evropian. SPAK e akuzon Sefën si një prej drejtuesve të grupit dhe ndaj tij gjykata e posaçme me 23 dhjetor 2025 ka caktuar masën në arrest burg për veprën penale kultivimi i bimëve narkotike, prodhimi dhe shitje e narkotikëve, grupi i strukturuar kriminal, kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit. Interpol Tirana tashmë pritet të nisë procedurët për ekstradimin e tij në vendin tonë. Ishin bisedat në Sky CZ që quan SPAK në goditjen e këtij grupi kriminal. U arrestuan dhe 3 anëtar të fisit Raja, Gazmir Përparim dhe Recep Raja. Ky i fundit djali ish deputetit të Partisë Socialiste Rahman Raja. Prokuroria e posaçme i komunikoi masën arrest me burg në Gjelin e muajin dhjetor edhe Islam Sefës, vëllas Bujar Sefës. Ai u arrestua në korrik të vitit 2024 në një lokal afër SPAK për trafik droge, si akuzuar si drejtues dhe financues i një grupi që trafikoi 912 kg marijuan me vlerë 3.3 milion euro drejt Gjermanisë. Ndërkohë, Bujar Sefa, i cili ishte në kërkim dhe për këtë operacion, u dënua në mungesë me 10 vite burg, një korrik të vitit 2024 si drejtues i një grupi kriminal që kultivonte parcela me kanabis në disa zona të Krujës. Të dy vëllezërit, Islam dhe Bujar Sefa, sipas shkrimeve të kohës, rezultojnë të dënuar në vitin 2021 në Itali me nga 9 dhe 12 vjet burg, si pjesë një organizate që merrej me trafikun e drogës dhe Holandë e Venecia gjatë vitit 2016-2017.